të Jeruzalemit për të votuar mbi planin. Nëse miratohet zyrtarisht, anë pushimi do të hyjë menjëherë në fuqi dhe trupat izraelite do të fillojnë të tërhiqen në një vijë të rënë dakord. Izraeli do të lejojë 400 kamion ndihmash të hyjnë në Gaza çdo ditë gjatë 5 ditëve të para, derisa lirimi i pengjeve pritet të ndodhë të hënën. Për këto zhvillime do diskutojmë sot me dy të ftuar dhe dy miq të emisionit të mëngjesit. Në Izrael kemi shqiptarën që jeton atje, Ita Gani, mirëmëngjesi, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Po ashtu kemi dhe historianin Azem Kovaçi, i cili jeton në Londër. Mirëmëngjes dhe faleminderit që je sot me ne. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Atëherë dua të nisim me Itën për të parë pak a shumë edhe atmosferën pas propozimit të anëpushimit në Gaza. Pra. Si është atmosfera atje, sa janë të qetë dhe sa po i gëzon kësaj marrëveshje fillestare të paqes në mes të Izraelit dhe Hamasit, qytetarët e Izraelit? Patjetër, ishte një gëzim shumë i madh për popullin e Izraelit, që u bë marrëveshje për të lëruar pengjet, të cilët 2 vjet mbahen në tunelet e Hamasit, të poshtruar natyrisht, por gëzimi më i madh i këtij lirimi është sepse është edhe një fakt armatosje e Hamasit, sepse këto pengje ishin vetëmbrojtje e Hamasit. Kështu që suksesi është i gjithanshëm, natyrisht në familjet të cilët mezi presin fëmijët e tyre, një pjesë të gjallë dhe një pjesë kufoma, natyrisht që gëzimi dhe atmosfera është e jashtëzakonshme, shumë e gëzuar, shumë e emocionale mund të them, sepse ka një pjesë që vërtet janë të gëzuar, dhe një pjesë janë të gëzuar që ju kthehen trupat në tokën e tyre dhe natyrisht nuk janë të gjallë, të shtrenjtët njerëzit e tyre. Kështu që ka një atmosferë shumë të ngatruar në kuptimin që është një gëzim shumë i madh, sepse quhet një sukses i madh që për herë të parë mund të them në historinë e luftave të Izraelit, Hamasi i kthen të gjithë pengjet, domethënë për një herë. Dhe kjo është suksesi i madh i shteteve të lindjes, si Katari, si Turqia, të cilët morën pjesë në këtë marrëveshje. Qartë. Mirë, zotri Kovaçi, si shihni ju sa i fortë është angazhimi real i Izraelit për të zbatuar tërheqjen ushtarake? Me thënë drejtën, në lidhje me qeverinë e Netanyahut jam skeptik. Nuk e di se sa serioz do jetë në këtë marrëveshje. Ne jemi vetëm në fazën e parë, ku vetë presidenti Trump është prononcuar që do shkojë të firmos marrëveshjen, besoj të dielën në gjyq, pastaj do shkojë në Knesset për një vizitë e për një rikonfirmim të kësaj. Faza e dytë pastaj do bëhet me rikonstruktimin e rindërtimin e Gazës, cilët faktorë do marrin pjesë, dhe këtu është të gjithë ajo çështja e koklavitur. Unë them besoj se faza e parë do jetë e kompletuar shumë shpejt. Do të ketë shkëmbime pengjesh nga të dy anët, se edhe ata që janë atje në burgjet e Izraelit janë pengje, me të pa drejtë. Po do ketë shkëmbime pengjesh, pastaj se çfarë do ndodhi më tej, më tutje, me fjalë vija kufitare ose ku ushtria izraelite sipas marrëveshjes të tërhequr është diku në mesin e Gazës, me fjalë edhe pritet sa të bëhet shkëmbimi i pengjeve, nuk e di se si do ndodhin pastaj. Unë them ka një historik shumë të trishtuar e Netanyahu, me fjalë nuk i ka qendruar asnjë marrëveshjeve, është për të ardhur keq. Nuk e di. Për të arritur drejt tek shkëmbimi i pengjeve, sigurisht që qeveria izraelite, Islam lidhet sot nga ora 14, duhet të votuar mbi këtë plan, dhe nëse ata votojnë, do të ketë dhe shkëmbim të pengjeve, por gjithashtu do të kemi dhe armëpushim si dhe hyrjen e kamionëve për ndihmë.
Pikërisht. Mund të presim pra sërish që qeveria e Izraelit të reagoj nëse arrim deri tek këto pika që po i përmendim. Të votoj. Po, këto bëjnë pjesë gjitha në pikën në fazën e parë, të gjitha, me fjalë, shkëmbimi i pengjeve. Unë besoj fort që Kneseti ose qeveria e Netanyahu do ta miratoj atë si fazë parë. Bëhet fjalë vetëm për fazën e parë, shkëmbimin e pengjeve. Edhe hyrjen e ca kamionëve humanitar për momentin. Por gjithashtu dhe zbatimin e armëpushimit. Mendoni që do të zbatohet armëpushimi dhe kush mund të ndikoj që ky armëpushim të zbatohet atje? Besoj që armëpushimi në ditët në vazhdim, në ditët e shkurtra fare, do të harkor të shkurtë fare, do të ketë një paqe. Besoj se vetë prezenca e presidentit Trump, me fjalë është garanci e kësaj paqe afash. Unë bëhet po fjalë për paqe afatgjatë, nuk po flas me armëpushim. Patjetër që armëpushimi është arritur, ka një ndryshim ndërmjet armëpushimit dhe paqes. Unë nuk e di se nuk është arritur një paqe afatgjatë. Dy do kesim me fjalë gjithmonë ka mosmarrveshje. Edhe ajo fes fazë se më herë do jetë pika më e vështirë për të gjetur një gjuhë përbashkët. Me fat për fat keq, Netanyahu ka provuar të jetë një qeveri shumë kokfort, nuk do të bëjë kompromis, nuk do paqe afatgjatë në rajon. Edhe nëse me të vërtet Izraeli kërkon një paqe afatgjatë, duhet me gjithë faktorët kombëtar kanë thënë që duhet të ketë një shtet palestinez për krah atij Izraelit, për një paqe afatgjatë. Nuk po flasim për një armëpushim të shkurt, por një paqe afatgjatë duhet me do e mos që palestinezët të kenë të drejtat e tyre, të vajecin krah për krah me gjithë faktorët, me gjithë shtetet e tjera në rajon. Atëherë Izraeli patjetër që po do mund të insistojë në ato Abraham Accords, që është një fjalë për normalizimin e komplet që marrëdhënieve ndërshtetërore ndërmjet gjitha vendeve të Xhirit ose të vendeve arabe. Pastaj do kemi një paqe me të vërtetë afatgjatë, me të vërtetë, jo agresivitet. Edhe do shkojmë një fjalë njerëzit për herë të parë të shohim jo më genocid, por një paqe. E kjo është gjitha, ja, dhe këtu është ajo që me të vërtetë Netanyahu insiston në nuk insiston është kundra një shteti palestinez. As nuk kërkon me asnjëherë. Edhe kjo është gjitha ajo që do të ketë problemet në paqen afatgjatë në rajon. Nëse nuk arrit një gjë e tillë, do kemi gjithmonë destabilizim, lufta, konflikte, edhe fatkeqësisht, u kështu e shoh. Qartë. Mirë, Ita, çfarë garanci ekzistojnë që Hamasi nuk do të riforcoj forcat e vete apo kapacitetet ushtarake gjatë kësaj pauze? Në këtë momente flitet që vërtet ushtria izraelite sipas marrëveshjes do të tërhiqet në një kufi të caktuar. Dhe natyrisht, ajo pjesë të cilën do tërhiqet ushtria izraelite do të zëvendësohet me ushtarët amerikan, egyptian, të Emirateve, të cilët do zotërojnë të gjithë atë pjesë ku është Hamasi dhe natyrisht që nuk e zotëron Izraeli. Por kjo sa do zgjati këtë nuk e dim. Dhe ajo që është kryesorja, natyrisht edhe ndihmat humanitare do të futen, natyrisht edhe njerëzit do të shpërndahen në zona të caktuara mbasi të rindërtohen që të jetojnë, sepse populli palestinez i takon dhe atij një paqe, por ajo që është kryesorja, unë garancin që mund të japë një organizatë terroriste që ajo ka marrë fund, për mua them që akoma nuk ka marrë fund, do të jetë një luftë e gjatë me të. Dhe ajo që është kryesorja për ne për paqen dhe për shtetin e Izraelit është sigurimi i shtetit Izraelit, i cili mos të sulmohet më nga këto terroristë dhe natyrisht një problem tjetër që është se dje Izraeli para punës afirmoi atë marrëveshjen, afirmoi si me thënë marrëveshjen, do me thënë i pranoi të gjitha pikat, ashtu si dhe ana e Hamasit, kështu që kjo është një gjë shumë e madhe, por ajo që është kryesorja, do me thënë për sigurimin e Izraelit, unë nuk mund të them që këto organizata fiken 100%, por ajo që është kryesorja që vërtet vendet e tjera do të marrin zotrimin asaj pjesë të Gazës, për Izraelin është një siguri e madhe.
Qartë. Të shojmë se çfarë mendimi ka zotri Kovaçi për Hamasin gjatë kësaj kohe pauzë, po e quajmë, çfarë do të bëj, cili do të jetë roli i tyre? Po këto kohën pauzë, me të drejtën, Hamasi ka luajtur një rol themelor në marrëveshjen e pranoi në pika, ato të jemi realist. Marrëveshje kanë patur me Izraelin edhe në mars, edhe në janar. Kanë qenë vetë izraelitët ata që e kanë thyrë këto marrëveshje. Edhe zonja nga Izraeli do ta pohojë një gjë të tillë se vetë qeveria izraelite i ka thyrë ato marrëveshje, desh ran edhe si dhe antarët e asaj që ishin për paqe, po mirën në Katar. Fjalë kanë qenë komplet pa besi që askush nuk do t'i bëjë. Ishin njerëzin për po mundohet të arrijë një paqe, një marrëveshje, shkon dhe edhe presidenti Trump i denoncoi, dha turp këta Netanyahu me një gjë të tillë, se është komplet pabesi, njerëz po mundohet gjejnë një rrugë ndërmesme për paqe, ti shkon edhe në pabesi dhe i sulmon nga ajri. Do të thonë komplet kundra paqes. Tani Hamasi është shprehur kundër qarmatimit, ka thënë që nuk qarmatosëm derisa të kemi një siguri kombëtare, por është shprehur që nuk do të ketë më rol në anën politike, është shprehur për kompromis që faktorët e tjerë që janë për paqe, autoriteti palestinez të marri me fjalë qeverinë e Gazës, edhe me fjalë ketë një kompromis. Janë po indikojnë për shumë fleksibil, për në elasticitet, për një paqe afatgjat. Ata kanë frikën, janë skeptik tek Netanyahu, sepse Netanyahu ka provuar të thyejë marrëveshjet, edhe këtu janë ata, po ato nuk, me fjalë pika kryesore ata nuk do të qarmatosen. Kjo do të pika që them që nuk do të gjejnë gjuhën në përvashë si Netanyahu si në Hamasi në pikë, sepse duhet ta kuptosh pse nuk nëse me të vërtet Izraeli do të njihte një shtet palestinez, atëherë me të vërtet besoj që do kishim një paqe afatgjat në rreth. Qartë. Mirë, folët pak për autoritetin palestinez në Gaza. Pas pushimit, çfarë roli mund të ketë ky autoritet? Mua më pyetët? Isha duke biseduar me zotri Kovaçin, por edhe ju nëse dëshironi mund të përgjigjeni pa problem. Po, edhe mund të përgjigjem. Desha të theksoja, sepse Hamasi ka 20 vjet që jeton që është në zotrimin e Gazës. Dhe Hamasi nuk e ka lindur Gazën, Gaza e ka lindur Hamasin. Dhe çfarë solli Hamasi për Gazën, një ideologji, jo për të krijuar një shtet. Hamasi nuk do shtet. Hamasi ka qëllim të shkatrojë një shtet si Izraeli. Atëre, si mund t'i besohet kësaj organizate krijimi një shteti që ju dha 20 vjet edhe çfarë bëri vetëm luftra. Dhe desha të theksoj edhe diçka tjetër. Dhe në këto momente që ne po flasim, ato grupe terroriste, ato vazhdojnë akoma veprimin e tyre derisa marrëveshja të futet në fuqi dhe në këto momente mund të them që ka luftë në Gaza, sepse grupe terroriste të Hamasit akoma vazhdojnë luftën. Nuk e di, unë nuk kam një besim 100% që mund të them që ata do të ruajnë të marrëveshje, ajo më rëndësishme është çlirimi i pengjeve, ndërsa për sa i përket marrëveshjes sipas eksperiencave tona, nuk ka qenë Izraeli asnjëherë ai që ka thyer ato marrëveshjet, po ka qenë Hamasi dhe në këto momente që unë po flas, akoma i vazhdon me terroret e tij. Prandaj, na e thuaj të lutem, kur i ka thyer Hamasi? Në këto moment, po të them, janë grupe terroriste të cilët sulmojnë në ushtrinë. Po jo më zonjë, Izraeli ushtar kanë vrarë mbi 60 vet në brenda palestinez. I ka vrarë qeveria çfarë thua? Janë terrorista, të gjithë. Po, ashtu është Izraeli, janë terroristë se po pushtojnë tokën dikujt tjetër. Izraeli u sulmua dhe po sulmon. Se si është fuqia se u sulmua Izraeli, digjati se u sulmua. Në 7 tetor, nuk është sulmuar vetëm 7 tetor, Izraeli ka 20 vjet me Hamasin dhe 30 vjet që sulmohet dhe Izraeli nuk i sulmon. Po zonja, po çfarë pret nga çfarë pret ti? Bota këtë radhë. Po jo, më shkon pushton, bën gjenocid në një popull tjetër dhe ti pret mos të ketë reagim. Çfarë thua? Më fal, unë them atë që vetë shtetet muslimane islamike e vendosën këtë zgjidhje të çarmatosin Hamasin sepse e pasi duket janë çik më të zgjuar se sa ne, të cilët
i cili sjell një rrezik shumë të madh në lindjen e mesme dhe ndryshimi më i madh në këtë luftë është ndryshimi i lindjes mesme që asnjë nuk ka Rreziku më i madh ka qenë Izraeli që në ekzistencën e tij është destabilizues, ka hapur 7 fronte lufte, ka sulmuar 7 shtete tjera pa mbarura me të patë drejt, ka hyrë të gjitha ligjet ndërkombëtare, edhe kjo ajo është destabilizuesi më i madh në gjithë botën. E gjithë bota për momentin e urren Izraelin për agresivitetin e vet, për gjenocidin që po bën, edhe ka nevojë të reflektojë, e nëse në vërtet do një paqe afatgjat, duhet t'i kthehet paqes. Ai sulmoi ato shtete të cilët bën tunele deri në tokën e Izraelit. Shkatroj ato organizata terroriste, shkatroj. Fakti është, unë dua të them, nuk dua të zgjatem me historinë, flasim në një moment tjetër për historinë. Fakti është që rezultati që vetë lindja dha një marrëveshje të tillë, atëherë pyetja është kë po mbështet Izraeli. Nuk do ketë paqe lindjen e mesme derisa Izraeli të njohë Palestinën, o zonja. Izraeli do njohë një Palestinë. Palestina është tokë palestineze, nuk është izraelite. Ti je ardhur në Izrael, ajo ka qenë Palestinë deri në 1950-ën. Keni bërë gjenocid o zonja. Gjenocid 48-ën, 67-ën, tani gjenocid e po e pohon gjithë bota, nuk e them unë. Unë po të citoj ty. Palestinezët janë të ardhur, nuk kanë lindur në Gaza dhe unë do të tregoj ty shumë histori. Jo, nuk janë të ardhur fare, janë të shpërngulur nga vendet e tua që ke pushtuar ti ose shteti jo. Nga vendet e tjera dhe Gaza nuk i përshtatet fare Palestinës. Ata njerëz që kanë ardhur. Ti ose je shplar komplet gatruar nga fjalë nga historiku nuk i tamam, ose manipulon ashtu si dhe Izraeli. Prandaj e ke shumë gabim në atë shpjegim që jeni. Jo, nuk kam gabim fare o zonja. Unë po flas nga ana akademike, po flas basum fakte, biles, citimet e mia i kam nga akademik hebrej. Nga universitetet më dinjitoze në botë. Atëherë çfarë thua? Po Palestina që është në lindje në Jeruzalemit, quhet shtet Palestinë, sa shtete Palestine do krijoni 30? Vendosi ku do e bëni para. Mirë, atë kthehemi tek marrëveshja ju. Izraelitët duan paqe afatgjat, duhet një Hamasi do shtet Palestine. Në Jeruzalem duan shtet Palestine. Në një vend tjetër atëherë. Një shtet duan ata. Një pushtet të tyre janë prej botës. Të kthehemi pak tek marrëveshja, ju lutem. Si do të ndërtohet besimi në mes të dy palëve, pasi ka kaq shumë histori dhe tradhti, shkeljet marrëveshjeve të mëparshme. Si mund besojmë që kjo marrëveshje do të funksionojë? Të funksionojë kjo marrëveshje duhet faktorët ndërkombëtar të luajnë një rol kyç. Është me domosdoshme, se vetë Amerika do të jetë prezente aty, nga ana logjistike, edhe pse jo nga ana e sigurisë, edhe vene arabe biles, aty vene muslimane, për të mbajtur paqen ndërmjet dy popujve. Unë e them me vërtet, nuk ka pas një barazi, është dy fokusohen Hamasi me 20.000 luftëtar, e kanë kalkuar një makineri ushtrie aty me gjysmë milion ushtarësh, duke vrarë kanë rrafshuar Gazën. Çfarë po na shohin syt? Një gjenocid. Është turpshme, thuaç sot se me fjalë përbarazohet agresiviteti i Izraelit me ca ushtarë të Hamasit. Nëse unë them për një paqe afatgjat, për paktën për momentin, duhet një faktor ndërkombëtar prezent në Gaza ose në linjën e tokat territoriale palestineze, bërë në shumë kombe dhe për të mbajtur qetësinë ose paqen afatgjat, për ta rindërtuar Gazën edhe një, nëse do kishte shtet, nëse do kishte ligj ndërkombëtar, Izraeli duhet të paguajë 1/1 për gjitha dëmet që ka shkaktuar në Gazë. A kupton e? Për gjitha ato që ka shkaktuar atje është 1/1 do kishte, po me të vërtet Trumpi po e mban anën e Izraelit si gjithmonë, edhe ka thënë vendet arabe duhet të paguajnë për rindërtimin e Gazës. Kupton? Tani, se si do ndodhi faza e dytë e njëra është me të vërtet për të parë, është me të vërtet, aty do shoh me të vërtet nëse do ketë paqe afatgjat. E kam thënë edhe një herë, Netanyahu nuk është për një shtet palestinez. Palestinezët përgojnë 2-3 shtete, një shtet. Hamasi ka thënë, u jam nesër për bashkëpunim me Fatahun edhe për të parë një shtet palestinez të përbashkët. Vetë fakti që figurat më kryesore janë për shkëmbim pengjesh nesër
do janë ato të Fatahut, dhe ai nuk do të lirojë nga burgu, e din qëllimisht sepse ai do jetë një figurë përbashkuese për gjithë faktorin palestinez, nuk don sepse ai don të përqar, se kështu do ai. Kolonët izraelit shkojnë zën për zonë, djegin fshatra, marrin toka për ditë. Për ditë në bregun perëndimor. Në Gaza kemi parë çfarë ka ndodhur. Në vite kemi një të gjitha kemi të regjistruar se çfarë ka bërë Izraeli në lindjen e mesme. Me agresivitet. Ajo dihet. E një gjithë bota. Është e turpshme, rrisot, e mos tet me pak një pikë humanitet aty. E gjithë bota e ka parë. E gjithë bota Izraeli ndihet i izoluar sot. E urren për atë çka ka shkaktuar në Gaza. Në genocid, është e turpshme. Është e turpshme që duam me të vërtet që një zero të kështu. Jemi për paqe afatgjat, është e turpshme çka ka bërë qeveria, ushtria izraelite. Edhe duam një paqe afatgjat. Pse të shtypin palestinezët? A kanë të drejtë ata për shtetin e tyre siç e keni dhe ju? Du ta kuptoni vetë pse kemi një luftë. Pse nuk kemi asnjëherë paqe afatgjat aty? Sepse ju refuzoni të jepni palestinezëve shtetin e tyre. Patjetër. Kemi pasi marrëveshje në kufit e 67-s, nuk ka. Në Oslo Akord nuk u ka. Me fjalën thyrë gjithmonë. Këto kanë vrarë kryeministrin e tyre, më një vetë më kishte Isha Karabinën e vran, 93 sepse ishte për paqe. Ai e vran, direkt ekstremistët sepse nuk duan paqe shokët. Nuk doni paqe, doni agresivitet. Vin kolonët nga Ukraina, nga Rusia, edhe pushtojnë për të ditë vrasin e presin palestinezët. Jemi krejt fundit nëse ka Aita diçka për të thënë lidhur me këto deklaratat zotri Kovaqit. Ai çmimi që mori Izraeli në 7 tetor ishte tamam ai çmim i paqes që firmosi Shimon Peres dhe Rabin, i cili ktheu tokat e Gush Katifit në Gaza, dhe natyrisht që Hamasi u afrua deri në kufi. Dhe këto toka Hamasi, shok i dashur, i ktheu në tunele, në qendra ushtrie për të tulmuar dhe për të kërcënuar dhe për shkatruar Izraelin. Atëherë pyetja është, kush filloi luftën? Apo ta kujtoj, se si zhvillohet lufta, natyrisht do vend ka strategjinë e tij. O zonja, luftën e ka filluar Izraeli, jo me 7 tetor, lufta ka filluar në 48-ën. Jo, flasim për luftën e fundit. Në 48-ën ka filluar lufta. Flasim për luftën tani. Për atë histori më tin në emision tjetër dhe do vim të shpjegoj. Ja ta përgjigja, kjo është përgjigja. Luftën tani ta themon, e ka filluar luftën, e ka filluar Izrael. E kishte kthyer Gazën një kamp përqendrimi. Bibi Netanyahu është mrekullia më e madhe e këtij shteti i cili lufton për të siguruar sigurinë e mrekullia më e madhe e Netanyahu. O mira i popull atëherë për ty, për Netanyahu, për s'keni për parë hasi ditë ju. Çfarë bët ju kundër serbëve? Çfarë bët ju? Mbrojtët vendin apo i tha serbëve hajde urdhëroni? Natyrisht që luftuat. Po çfarë paralel bën ti më po izraelitët janë serbët në të fakt. Kurse ne shqiptarët jemi palestinezët, se ne kemi mbrojtur tokat tona. Si kujtove ti? Sepse juve serbëve nuk ju bën një strejk të futeni, po shkuat në Shqipëri dhe në Izrael. Ju jeni si serbët, ju dhe serbët jeni një, kurse ne me palestinezët kemi luftuar për lirinë tonë. E nuk i kemi problem fare, luftojmë prapë. I ruajti Izraeli, nuk i ruajti Hamasi. Hamasi nuk mori asnjë familje kosovare. Ne i mund të ruajtëm në Izrael. Po çfarë thua më vëta pa Izraeli, çfarë Izraeli më? Venet arabe, venet muslimane ka marrë ndihmat më kolosale për Kosovën, ato i kanë dhënë. Ka qytete Izraeli vetëm sherrë me kim po. Të lutem. Mund të them që vuan, patjetër që vuan, nuk është e lehtë, por ama të thuash që Izraeli vret popull, Izraeli ndron popullin nga lufta. Mos merr supergjiro kot. Ju nuk e shikoni. Ju nuk i shikoni. Netanyahu është skizofrenik, është manjak, është psikopat, është gjakderës, gjaktirës. Nuk e them unë, nuk po e them unë, o zonja, e thot gjithë bota. Rezultati i dashur shok, rezultati ka të gjithë ato përgjigjet për të dhënë për Netanyahu dhe jo ti dhe jo unë. Unë ju përshëndes shumë, zotri Kovaqi, faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne. Zonja Ita, faleminderit gjithashtu dhe juve. Shpresoj që kësaj here paqja të mos mbetet vetëm në letër, por të fillohet të jetësohet atje. Faleminderit edhe një herë. Amen, ashtu qoftë.
Miqdashur, është kuadra ne për edicionin më të ri të lajmeve. Kalojmë linjën në pjesën tjetër të studios, atje qëndron kolegu Jone Nisreqica.